Trepça për mu pasuni e Kosovës. Po flajna me jare, as kam jargën më mlu. Ku jena të punu, na dina tonë, puna me njerës, rrezikshmëri, çdo herë që vetë fjala në hymjet me njerës është me fat edhe kjo është fat. Se kërkosh për qefi nuk vjen 800 metra në rtu. Që do këtë let do që po thojnë keni let në Trepçë. Do të vinë ta shikojnë, kur gjë spjosojnë me punu, veç do të vinin i shititëm në për minier, ka shkojnë ana, edhe e vlerësojnë ata vetan. Veç në 3 ditë rënë, rresht. Të tërë minier, mjalloni mirë, mo nuk dia. Ai kishte lot Trepçën për Zvicër. Vallahi ja s'mundë veç zotë na rujt më orë me mshel krejt s'kisha mujt milon. Ka erë me gjithsvaras më orë punë veç migro punës me punë. 3 muj dete na kum pa rruga pasant zotet. Pa peç tash po kena vullnet se kur të dina që bimorëm rrugat, edhe po t'jap edhe vullnet me punu. Po përpara 3 muj det pa rruga. Ç'a me bëj? Gjithkush ka antar të familjes. Na po jemi na pizzojna i mojna antar të familjes. Ç'a mos pa kum me punu në Trepçë nëse s'ka di çush mi mojt vetë i gjashtë në shme. Ja kum po horin shumë. Çdo ditë zbresin qindra burra të veshura me helmete lampa drite. Këta janë minatorët e Trepçës. Njerëzit që për shumë dekada kanë mbajtur gjallë një prej pasurive më të mëdha natyrore të vendit. Të lodhur për shumë krenar, ata punojnë në kushte shumë të vështira, duke rrezikuar shëndetin dhe jetën e tyre. Për të nxjerrë xehe që ka ushqyer ekonomi, histori e kujtesë kolektive. Historia atyre patjetër që nuk është vetëm për djersën dhe gurin e rënd, por edhe për qëndresen, solidaritetin dhe dashurin për punën që shumë pak e guxojnë. Në tokën e Kosovës, në përthellësi të errta, aty ku zëri humbet në për galeritë e gjata, shumë herë i mungojnë pajisjet moderne të sigurisë. Miniera e Trepçës është një nga minierat më të mëdha në Ballkan, edhe ka një histori mbi 100 vjet. Miq të dashur, përshëndetje. Sot ekipi në teren ka udhëtu drejt Trepçës për me i taku minatorët edhe me pa prej afër punën e tyre. Hajdeni të shkojmë edhe ta shohim se në çfarë kushte dhe në çfarë rrethana punojnë minatorët e Trepçës. Na i kemi vendosur edhe pajisjet mbrojtëse, pa të cilat nuk lejohet absolutisht me hyrë brenda. Të njëjtën kohë i kemi sjell edhe drekën minatorëve. Kryesisht i kemi sjell ushqime tradicionale. Njënën flije komune, po hym brenda edhe po shkojmë edhe po shohim punën e tyre, edhe po ja dërgojmë edhe ushqimin. O puna mora, i një lodh. Më falë që po ja nisi që shtu, s'di cili është ma i modhi, ma i vogli. Si, a i mirë që shpo kalën? Laureta. Përshëndetje, si e një ajni mirë, e një lodhë. Qësh po ju ecë, qësh po kalëni? Se gjithë, na për punë jem. Qa punoni këto, cila pjesë? Kjo është pjesa dëmon garazhda e mekanikës, dëmon që ndreqin kamiona, tërat, tu që kanë defekte, binkë, me saldu, me mekanikës, gjithë sen që është punë mekanikës, dëmon e punojnë punëturët. Qësh po kalëni? Mirë me kalu, mirë. Sa ku punën? Që 14 vjet jena këtëna. 2011 nga nahi, në gjenerat, dhe në përgjithsi jena qësoj gjeneratës që kena fillu. Qësh po janë ditë e juja këto? A keni çdo ditë që veni me regullu këto për punë të mekanikës, mund të tregon kjo ma shumë se në tjetër njësi, jem hidrëmbushe, a mos sa i përket mekanikës mund të me tregu këtë djalli, është dëmon që është që punon qatë punë. Unë veç e rrëdha këto rasisht me i vizitu pak, edhe se unë jem tjetër punë, njësi tjetër, jem hidrëmbushe një pjesë. Po, çfarë ndjesie t'jep me punun këto kushte, ka që pak dritë, ka që largë jetës? Ndjesia është, tash se cilit person është që e ka atë vullnetin për me punu, na jem njerëz që dojna me punu, edhe për ata jena, edhe kena njësinë atë vullnetin për me punu, për që vullneti edhe qaja na mon për çdo herë sot vim të në minjerë, jena për punë edhe... Unë po ja bëj një pyetje se cilit minator, ta bëj edhe ty, qa do me thonë Trepça për ty? Trepça për mu, sa i përket meje, personalisht për mu është një familje, po është gjithçka. Së në pej qituit, ku më arrit shumë. Falë kësajna, ku më arrit, do mund, edhe financarisht, edhe me bo diçka, sa i përket si familje për vete, ku më arrit bëllë. Për qitë ku sa jam qëtë, sa i përket meje, po flasë për vete personalisht, ku më arrit bëllë. Ja kum po hajrin atë kuptimin, në fjallë popullë, ja kum po hajrin bëllë. Në ashta me komponu dikun tjetër, gjithë që s'kisha mujt me arrit.
Se sa i përket me më flas, po në përgjithësi ka edhe ata që ja kanë pohajrin gjithë. Kush ka dasht, ja ka pohajrin. Po te ke përjetu edhe pjesën e grevës, dhe më thënë sa të vështira janë kanë ato ditë. Ai greva tash janë të vështira normal që po mira kanë herë edhe të mira kanë edhe që janë të mira, po kushtet që asë po na vinë që po jena kanë herë po na vjen puna që na shta më nol. Pa dashjen tonë, puna e pagesës, do sa në vonesa, po janë do kushtet punës, se do mjetet punës, se gjitha do këto janë që po na duhen, që jena që për ditëshmëri i kena këtë sene. Është puna e mjetet janë vjetra, vishin edhe vetë, tash po flas në atë kuptim me çdo që janë çtë. Edhe të mekanikës, edhe për shembull ku punojnë nxehtarët, ku bartë të xeja, janë këtë senet janë mjetet janë vjetra. Me çdo sapo mënëm me punu, aq sapo mënëm me çit prodhim. Po kushtet ç'sh janë kështu? Kushtet minier dihet ajo. Fjala vetë minier dihet ç'sh janë kushtet miniera. Tash nas mënëm me pas sikur ç'sh është ambienti jashtë me kombën minier, po nuk janë kush e di sa me thon hajt mira, po mira, mazi po ja dalëm mirë është. Po familja ç'sh e përjeton këtë punë tonë për shkak se Familja normal. Probleme. Po normal që familja çdo herë që nisëm për punë, çdo herë që familja ka një farë brengje se po shkojmë punë, e din se ku po hina, për shembull dihet ku po hina në punë të minierës edhe normal që kanë atë brengje çdo herë derisa dalim për minierës, dëgjojmë telefona diçka, gjithmonë e kanë atë farë familje, atë frikën se mos diçka, jo personazhisht për mua, ajo është breng për gjithë. Se nuk është në pyetje për shembull një familje jam me thon veç për mua, se veç unë nuk jam të. Janë me këtë shoqërinë këto çka jena jam në këtë bashk. Na jena një, unë si me or veç unë si marr me të tonta, unë për vetë llogarit me të gjithë. Jo më veç më brengos familja jam veç për mua personalisht. Po duhet më brengos për të gjithë se na jena ton, të këtë jena familje. Asnjë me on që or të përmendas molleja, secili i ka or për punë me punu, për me mojt familjen edhe me mrit diçka çka ka marr. Po atë shumë mendja ndonjëherë me lënë këtë punë, me ikë dorë prej saj ose me migru jashtë shtetit për një jetë tjetër. Jo, unë po flas për vete, nuk kam menu. Jo, nuk kam menu. E do në venin tonë, do me kontribu? Du venin tonë, du me kontribu qëto dhe për qëto jam, sot në ka thonë Zoti, kështu që po për fonda e kini mesazh për ata që e shohin këtë video? Mesazh, s'o di që me thonë, se cili i ka ato mendimet e vetë, ato... A vlerësoj sa duhet punën e juj? Unë? Jo njerëzit, se di, masane shteti... Nuk e di, nashta sot duhet me na vlerësu punën tonë ju. Sot duhet me na vlerësu punën tonë ju. Se dihet ku jena të punu dhe çfarë kushtesh jena të punu dhe ku jena të punu, na dina tonë, puna me njerëz, rrezikshmëri çdo herë që vetë fjala në hymjet me njerëz është me fat edhe kjo është fat. Inshallah don Zoti të gjithëve na ndihmon edhe kena fat edhe kalojna që është më së miri. Apo na prezantohesh edhe një herë? Po, unë jam Ferit Beqiri. Okej. Faleminderit shumë. Jam mbikëqyrës si hidrombushës, njësisë hidrombushës, kështu që veç të qëllova si rasisht. Punë sa ma të mbarë dhe po shpresoj që kam pas njerëz që kanë me vlerësu sa ma shumë. Faleminderit shumë i nderuar. Faleminderit. Shemi. Tash kemi ardhur te lifti, këtu jemi bashkë me Jashar Fejzullojin, i cili është inxhinieri gjeologjisë, edhe kam na fol pak më shumë për a është i rrezikshëm lifti, a ka pas incidente, sa është i sigurt, edhe për krejt to, na fol vetë Jashari. Jashar, përshëndetje. Përshëndetje edhe unë, mirë faleminderit. Ç'është po kalon, ç'është po janë ditë juja këto? Mirë, përgjithësi mirë. Sa i përket pyetjes për liftin, lifti është shumë i sigurt. Është testohet çdo 6 muaj këta litarët e liftit. I ka thikat nëse për çdo rast litari shkputet ose diçka ato thikat kapën këtë drejtuesin edhe është shumë i sigurt. Tepër i sigurt. Ç'sa kohë është ky lift? Ky është për që ka filluar transportimi i XS, dikon 1930-ën. Asnjëherë nuk ka pas në incident s'ka pas. Kështu po duket pak i rrezikshëm, po. E rrezikshëm, po për shkak se duket i rrezikshëm, kam edhe kujdesi më i shtuar edhe s'ka pas incidente këtu. Okej, na kemi me hy apo tash, edhe kemi me provu edhe edhe me çan pak lëkurën e minatorëve, për shkak se është profesion i vështirë. Kjo është prej dy kateve. Kati
Na, parë dhe katë e dytë, na jena katën e dytë. Ma dhe izrite po. Na tash dolëm do më thonë prej liftit edhe këtu jem në horizontin e 10, 700 metra thellësi në toksore. E s'do do më thonë për bojtjen e... Material. Aha. Po kënë të prejtë, që të? Se tash është kjo... Martinat e rona të bojnë me të. Okej. E oksigjenimi kështu përmes shkafit që ty në ventilator? Jo, oksigeni vjen për pusores kësore. Okej. E ventilatori do më të arin e dopt e qëtë nalt. Disa kënë mujtë me vrejt një qak. Dhe ta për dele për jashtë, do më për aty dele ari dotën për minere. Do më thonë, kjo është rruga që e bën ju çdo ditë. Po çdo ditë. Këtu jemi bashkë me Bajram Ahmetin, i cili punon në minierën e Trepçës që 43 vjet. Ai ka më na fol pak më shumë për gjithë këtë përvojë të punës. Bajram si je? Mirë faleminderit, ju. Ç'është po kalon? Mirë, mirë. Ç'është po është një ditë e juja këtu? Po, një ditë e minerës është që me hunë. Se çdo ditë do mund vim më mëngjes. Do mund, personalisht puna ime është në nalë, do mund të makinat grise ku ullë shumë me këta lifta, do mundëm përgjes edhe mirëmbajtjen e tyne. Do mundëm e punësum dikun vitin 83. Kom punu këtu 4 vite do mund minier. Pas 4 vite më kom kalu do mund në elektromasineri në alt. Tash të ujtë do mund dhe sot tjenë kësë me kështu me vazhduhe. E qatë ka shty 43 vjetë mësë me ndru vendin e punës? Po, vullneti, se si rria tërë, do mund vullneti punës, që është e kërëmbi që ka qëtë, edhe këm deshtë këtë minirës edhe, do mund këm qenë në shkollë dhetaris, do mund kena kry, si në zanës do mund atërë si kur vishëm praktik, një vullnet, një farknasie, ndishëm kështu kër i pashëm minatorët e vjetër të punu, një farknasie kështu që qajna ka shtyna, jena mburë me ta dhe kena vazhduhe. E so ka ndryshu Trepça gjatë viteve, a janë përmisu kushtet? Jo që jenë përmisu, Allah veç jenë rëndu ma shumë. Janë rëndu ma shumë. Se pjesë nuk ka mjaftueshme, mjetë do mund elementare që shto. Edhe po familja, që shë përjetën, se përshaj, ka qenë një rrezikshmëri pak e madhe, normal, është... Pa e kuptohet që familja gjithë, nështë ta gjihohet që... Jo që ta thot nështë ta në sy, po gjithë shqetësot. Po, në zemër e ka, do më kështu në shpirt e ka një farë shqetësimit kështu në përgjësi. Po a je i praneshëm kështu në shpe? Apo ka raste ku edhe duhet me qëndru hala orë ma gjata në punë? Po, unë që kam do më në vendin e punës, ndoshta më duhet në 2 natës më që marë me intervenu. Edhe nuk pritën, vjen? Jo, po, absolut. Jo, se tash e kemi vullnetin e punës, se që tu kemi burimin do më në Mitrovicës, të shtetit tonë që me shty për para këto, Trepçë me shty për para, me jesë për para. Edhe, po më mirë që ka njerës që punojnë ka shumë edhe mundohen ka shumë edhe mendojnë të njëjtën kohë edhe për Kosovë, një veç për veti. Pas normal që s'mendojme ma lartë do ma veç për veti, s'është taj kur gjë. A normal që pe veti du të më nisë, prej veti, gradualisht të zinu rrethin. Qa do me thonë Trepça për ty? Trepça shumë. Shumë. Të ka jopsh gjithë shka? Gjithë shka. Une për veti, pa më kështu, që të natë fjallin popullori, akon pa vajrin. Po me kolegët e punës? Mirë, fatbasisht mirë kem, raportet e mira kem, epse gjërata vjetër kam met një numër i vogël, ta shujën gjërata e re, fatbasisht, e këta po punojnë, po munojnë atë menyrën e vetë, do mon kushtet e veta e mirë, raportet mira janë. Ti punon këtë që shumë vite edhe i ke përjetu edhe grevat e ndryshme dhe shumë të mëdha që janë ba. Qysh janë kanë ato përjetimet tua? Ato kanë qenë grevat e të nëntës, ka qenë
Ndërmarr tronat. Jo që ke pas grevën, po domon e kem ditë me konë bojë me një armek që cilën nuk e kem ditë se që kanë atë gjemë kur dolin për minjerës. Rrethonat. E prapë domon si në nalë, kena vazhdua, Si një dërzu? si na dërzua, se kem jetë më dërzua, deri sa të... Apo ja dim vlerën sa duhet? Trepçës. Sigur të këshëm ditë pak vlerë të më mirë, që më posë punë pak më mirë. Edhe ki shumë investu në shta pak ma shumë për shajt, e të Rrethon, shumë mirë po. është pasërisht Po, mirë. shtetërore. Po kushtet që shimë këtë? Më tash kushtet jo të mira. Jo të mira, se s'ka mjetet punës. Tash gjithë shka po botë edhe me teknologji edhe me, apo dem po evoluan edhe shkenca dhe krejt, a ka pas përmisim të kushteve gjatë tyre viteve, do më thonë, në Trepç? Apo po kërkoni ma shumë edhe të shka saktësisht? Po jo që po kërkojmë ma shumë, ne po kërkojmë që atë kushte sa kemë mundësi me që atë kushte me punua, me arrit në rezultat të punës. Domon, që me pas një dzeme që të ma shumë, domon si të qesëm dzeme ma shumë, kushtet ekonomike që sa në rritën ma mirë. Se si kemë dzeme ma shumë, qashtë ekonomi domon financiare, që më smija të sa të jonë temë tjetër, domon rritet ma shumë, edhe ke mundësi domon, edhe për punëtor më bu rrugat më të mira, kushtet më të mira, edhe domon mjetet e punës më rritë. A i keni mesazh për njerëzit që shikojnë këtë video, për qytetarët e Republikës të Kosovës, po të njëjtën kohë për qeveritarët? Për qeveritarët kisha pas një mesazh që me kësi kokën që stojnë në sytë për Trepçë, që me bo investime, që me jesë për para. Po për qytetarët e Kosovës të qenë, për rinin kryesisht? Për rinin t'i groj shkollës, në ranë parë. Në ranë parë shkollës, ta i këto tirat vinë. I bashkan gjitë nga plotësisht këti mesazhe edhe turej sa ma shumë punë të lehtë edhe të mbarë edhe faleminderit. Faleminderit e biua. Na po vazhdojmë, ma përpara kemi me intervistu edhe minator të tjerë në ndeqni. Jashar, po kjo këtë qa është? Kjo është rrjedhë ujë që kalon në mes qarjeve. Këtë ngjyrë ka marrë për shkak prezencës të hekurit. Ka pjesë ku kalon ujë është prezenca e hekurit dhe ka marrë ngjyrën e... Se po duket shumë interesant kështu dhe... Okej, na me Jasharin po vazhdojmë, edhe në pjesë të tjera të minjerës. Jashar, ku jemi shtash? Të jemi në horizontin e 10, të pikërisht në zyrja ku punëtorët e marrën në mbikëqyrje si jep orar, për vendet e punës secili e merr orarin edhe shkon për vendet e punës. Shumë të këtij horizonti. Po më kujtohet, pak se kam qenë edhe një herë tjetër në kohën e grevës, po më kujtohet që greva, një pjesë e grevës është mbajt domethënë edhe këtë. Po mbajnë këtë zyrë, në këtë horizont të mbajnë edhe pjesë e grevës. Edhe po më rikujton ashtu krejt ato momente para 2 viteve. A ke përjetu edhe ti, po? Po, normal. Sa e vështirë o kanë këtë ty? Normal, do grejë është e vështirë, po... Se në bo, një të rëthama, na kanë imponuar. Këto janë librat që çdo ndrem, çdo që ndodh shembull gjatë ndrrimit, puna që kryhet, ndaj një defekt, qatë ka diçka i lënë ndrrimit para prakt, ndrrimit tashëm, shembull ndrrimi i parë i lënë ndrrimit dytë, telefoni po çdo komunikat me nalt horizontet me nalt ose me sipërfaqe, këtë i marrin këtu, shembull i marrin orarët, i marrin çka kanë diçka defekte, njoftimet i marrin përmes librave. Jashar, apo na tregon pse ka shumë ujë këto? Ka shumë ujë? Po këta ujë të rrjedh edhe për horizonte më të larta, në përqarje, edhe deporton përmes kanaleve në për horizonte deri në horizontin 11 të hinka kryesore që grumbullohet edhe ato me anë të kompimit dalin në sipërfaqe.
Unë dështa me ta bë dhe një pyetje. Qysh është për ty me punu në kaq pak dritë, në kaq pak zhurmë, larg gjithë shkoje, nën tokë, qysh njiheshte? Po, fillimisht është pak më vështirë të rëndë dikur mësohesh. Tu ka bo stil jetë Po, stil rutinë, mos, se ki problem. Kur ja ke njësë, sa vjeqar ke qarë? Ja kom fillu me 2011, 8 orë 2011. Edhe atë ka shku mendja nëjherë me lanë këtë punë, ose me migru në shta jashtë? Jo, kam qenë si turist, po s'm ka pëlqy edhe s'kom menu, me lëshu as me shku jashtë, me punu dikon të dhe, për pas këtë. A e kishe ndru këtë punë? Jo, se kësha ndru. As njëherë E sigurt? dua se kësha ndru. Kom studiu në këtë drejteme, më pëlqen edhe se kësha ndru. Ja vona edhe një minatori tjetër një pyetje, po ta bëj edhe ty. Qa është Trepqa për ty? Trepqa për mua, për këtë Kosovë është pasënia e Kosovës është Trepqa. është thesari kryesor i Kosovës është Trepqa. Që kanë lakmi edhe tjera të vende. Ja sharë që kjo pjesa ashtu, për qa shërë? Kjo është pjesa ku e bjen Dzehen, është na i them te Pinta, është ogjako kryesor i këtij horizonti, që vjen piponisht e bjen Dzehen me kamiona dhe shpazën këtë shkon për në horizontin 11. Jemi të pjesa e makinerive këtu, në horizontin e 10, atje po e shojmë dikën që është të punu diçka. Përshëndetje, si je, a je mirë? Qësh po kalën? Mos po të pengujnë, a jemi edhe me kamerë? Si je? Mirë, banderit. Qësh po shkanë? Po ecë. Këndrej makinerina vjetra janë për shama këto janë të hargjume, po mëno me reparu kapak, reparan një vend, tjetër vend në lëshëm për shama se është e hargjume. Do të me pos një investim, Pak ma të mirë. pak ma të mirë, për me rritë edhe prodhimi pak ma shumë. E vërtet. A mund të shme na u prezentu fillimisht? Po, unë jam Fidaim Cimiti. Unë jam me pjesë me makineri, po me profesion jam saldus. Po edhe pjesë makinerisë si punoj me këta mekanik. E këtë qa keve të bu saksisht? Kjo është një filter naftë, kjo është të ja pastru, se edhe naftë është pak i dëpt, se edhe gazi nuk për merë mirë. Për me ja pastru qatë filteri, me janë ndru për me lëshu për punë. E qysh po ecin ditë tua? Qysh është një ditë e jotja Po, këto? mirë, nuk është keq. Mirë, si kry familjar, për shama unë vi për një rrugë, Pak ma të mirë. pak ma të mirë, diçka, se kërkush për qefi nuk vjen 800 metra në rrugë. E kështu që mirë, vi me vullnet. Nuk është që vi pa vullnet, a kupton. A të pëlqen kjo punë? Se mos, po besoj ti që ke pak edhe moshë e re, edhe ke pos edhe mundësi nështë ta me doli jashtë shtetit, me ndru Kam mundësi edhe me doli jashtë shtetit, po nuk më pëlqen. Shkaj bezit, po nuk më pëlqen. Amo që 14 vjetë jam qëtu, 14 vjetë punë i bëj. Vish mirë, nuk është keq. Me këta kushtet do të mi përmesu da kushtet punës, se që është e rrugës pak me mu përmesu pak ma shumë, se një të privat mund është me morë pak ma shumë rrugën. Po mirë nuk është keq. 14 vite në kaq pak dritë, largë gjithë shkoje, 800 metra në në 800 metra. Që shënë ndjesit e tua? Po, si fillim kërë nga i, se shumë au ku kërë nga me shkue. Tash ku më duket nga ka dukë si me shku dhe dajt. Normale, po. Normale, do s'me orë njërë dita në altë nuk më shkën. Nuk me jesë dita. Se jena mësu këtu, është bërë rutinë edhe? rutinë u bo njëjtë. Edhe që kjeshtë. Po sa e vështirë u kona i fillimet e tua, nështë ta dhe i ke mësu këtë gjona që shkujnë? Pak, si sonë profesion saldus, se këm pas edhe jashtë saldus, këm punu edhe jashtë. Si profesion nuk më ka duke ranë. Po çështja e minirës pak ma ndryshe. Se këtu për të bishtë 800 metra në rrugë ka shtojri pak ma ndryshe. Saldimi tani ka të punë të veta se tymi nuk qarkullon bashkë mirë. Po në mirë është edhe ajri nuk është i keq. Po kur saldesh për shembull këtu është vistim. Nuk mundesh me po çështë është. Këtu a ke pas probleme me smundje kronike për shkak se nuk ka ajër të mjaftueshëm? Asanina. S'm ka ndu hala. Jo, a? Hala s'm ka. Mirë. Po familja çysh e ka përjetuar? Çysh e përjeton punën? Familja s'di që me thonë, nuk e ka përjetu bashkë mirë kërë mi fillim, se theshin minjerë 800 metra në rrugë ku për shkën. Po mbet më ka tekë, po du me shku edhe.
Edhe e ke Edhe provuar. e kom provu edhe që 14 vite tash këtu. Unë po ja bëj një pyetje se cilit minator që po e intervistoj, qa do me thonë Trepqa për ty? Trepqa për mu do më thonë zë shka. Se unë jem kry familjar, 7 antarje jem Familjes. i maj, po. Një rrugë nuk është edhe keq, po as e mirë ju. Sa për një rrugë që në Kosovë mirë është. Nuk ka keq, po jo dhe bashkë mirë. Për shkak se ka rrezikshmëri Ka rrezikshmëri, edhe 800 metra në rtu kje, për shama veç të tesha mirish, mi aftan. Ndryshe se për pasje me punu, ndryshe është me njërë. Po, nuk ka keq. A ke pas vështirë mu ambient tu? Fillim po pak po. Fillim po pak. Po tash mirë. Mirë, kina adaptu. Kina bo me shes një njejtë, atë qëtu ajgore, Kaloni punë, mirë, kalojna po. mirë, që është. Edhe pa telefon se nuk bojnë volë. Telefon ma mirë, se po bojna Allah ma shumë tani. Po, e qëfar njësi është qaja që rreni deri në 10 orë pa telefon? Po adaptuesh. Aha. Adaptuesh edhe nuk i ki të lash. Po ma mirë pa telefon. Apo na fol pak edhe për kushtet, qysh? Kushtet si shpishin edhe vetë. Këtu jenë për shemë në 2017 në që orë kamioni maj mbromti. Për shemë kë minirë, mi 3 vite nuk bënë. Mjeti këtu, se 24 orë punën. E jenë pak të argjume, ju pak për shumë jenë të argjume. Do të me pos një investim, dhe ma vitë. A keni po gjatë këtyre viteve ndryshime? Kushteve, pajisjeve, S'ka. apo nuk kanë Jo, livrizit? nuk kanë levizjes, s'ka levizjes. Fidajem qysh e shet të ardhmen e Trepqës? Qysh e shet Trepqën pas 5 viteve, pas 10 viteve? Që zbojnë një investim, nuk e shë bashkë mirë. Do të me posë investim sa ma shpejt. Mi pru dhe kamiona, dhe tëra, që të varsane nga kuse, mjetët për punë. Që s'ka mjetë, inshallah hajrë, me që të është problem në shtynë. A ke pas gjatë tyre 14 viteve që punon rregullisht në minier, a ke pas raste ku t'u ka rreziku ndoshta edhe jeta? Kena pas raste, ka pak, se që të për shemë këtu e në masineri trana. Mi që me venç për shemë ndodhë në sena, jo. Po jo, shumë të malë dhe jo, qika. Është mirë. Për fund, a e keni mesazh fillimisht për qeveritarët? Për qeveritarët me bona investim sa ma shpejt. Që do në me të shu që Trepqen pak për para. Se me që të mjetën nuk mund është me që për para, se jenë të hargjume. Jenë shumë të hargjume. Po për qytetarët e Kosovës që nuk e din çfarë rrethona punoni edhe në çfarë kushte punoni. Dhe të vinë dhe të në shikojnë. Që do këtë letë do dove që po thojnë e keni letë në Trepqe. Dhe të vinë të në shikojnë, kur që s'pjesojnë në punu, veç dhe të vinë i shetitom në për minjerë, ka shkojnë anë, edhe e blerësojnë ata vetani. Është pak ai gjykimi që paguheni mirë. Do me thonë e kanë qatë Nuk është mendim edhe i ka metë. I ka metë se nuk është që pagu mirë, se dhe të vjena i për shemë, veç në dina 3 ditë rëmë, reshtë. Dhe të hirë minjerë, mi adhoni mirë, ma nuk dhe. Ka shumë raste, a është letë me folin ka rrikat ja për shemë, me thonë e kanë letë, i kanë kushtet e mira, kanë rrugat e mira, letë vinë të shkujnë vetë. Edhe e vlerësojnë ma mirë, se na s'po dina që shmi ja vlerësua, dhe që shmi ja në spjegu, e vlerësojnë ata ma mirë tani. arsyeja e këtij reportazhi është me pa punën e juaj. Po. Kështu që besoj që diçka kanë me pa dhe prej këtij reportazhi. Faleminderit Andej dhe shumë. bjuve, Faleminderit shumë edhe punë sa më të mbarë. faleminderit. Ciao. Bisedat e juja shoqënore, që shnihen minatorët e Trepqës? Po tash e mësu se kanë, normal që është e vështirë, se pak në 700 metra në thellësi është nuk është në sipërfaqe, po me e mësu tash e kanë bërë si rutinë dhe nuk kanë problem këtë as këta këtë punë. Na po vazhdojmë para, ku kemi me shku tash? Tash kemi më shkue, përmes spirales kemi më shkue në punishte, ku bote edhe eksploatimi i dzejes, ku është shumë edhe minaturin, punë në minaturin, një minaturin që është rrujë gjatë procesit tina gjatë një orale punë në shemë. Gazment kujdes, na po vazhdojmë. Shak se
Na po vazhdojmë edhe shihemi pas pak. Zoti Ferit, ku jemi tash? Tash jena në horizontin e 10. Këto është domthon pjesa që fillon për me shku spiralës për horizontin e 11. Domthon spiralet janë prej horizontit 11. Nëse doni për shemb në horizontin e 11 don me dal spiralës prej horizontit 11 me dal në 10-in, është domthon kjo pjesa që është spirala, vazhdon prej 11-it vjen deri këtu. Domethënë Është po. Sikur kjo, domthon çështë është, edhe spirala vazhdon sikur kjo. Edhe prej horizontit 10 për në horizontin e 9 është spirale. Pej horizontit 9 deri në 610 i kive daljet e dyta që i thujnë ana, janë veç përmes shkallëve. Ato shkallë që punojnë domthon ata. E domethënë tash për horizontin e 11 kena me hy këto, a? Kësaj të spirales kemi me shku poshtë. Po duket pak. Kjo është pak rrezikshmëri, nuk e di. Nuk është. Kështu duket në pamjen e parë, ama nuk është. Se më në veç me me pas kujdes, më në me pas lagështinë dhe me rshik. Okej. Ama çështë veç më në me vazhdu drejt. Edhe shkon në horizontin e 11 prej kësaj. Domthon këto janë spiralet që mund me dal prej horizontit 11 deri në horizontin e 9, veç spirale. E 9 e përpjet vazhdojnë me kalime, domthon daljet e dyta me shkallë. Kështu që Okej, na po vazhdojnë se kena me shku. ju vazhdoni punën e ju, unë e vazhdoj punën tëm. Nderum, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, e shihemi prapë. Faleminderit shumë. Jashar këta gypat këtu për çfarë janë? Se nuk e di apo shihen mirë në kamerë për shkak se s'kemi ndriçim të mjaftueshëm. Apo na tregon pak më shumë për çfarë shërbejnë? Ta shërbejnë për hidrombushje, anësia e hidrombushjes, i përdor për mbushjen e ponishteve. Shembull për një horizontin, në horizont për ponishte kur kryet etazh, na i themi etazh, shfryzohet në etazh, tash do të më mbush ponishtet, më vazhdu etazhin tjetër. Këta shërbejnë për mbushjen e ponishteve. Që vjen prej flasacionit ose na i them tash për horizontit përmes horizontit 610 ose horizontit të parë dhe vjen shpërndat në për ponishte, cilën ponishte ka nevojë për më mush. Më përgatit për eksploatim shembull për etazhet e tjera më sipër. Jashar ja nisim pak me u vështirësu frymorja për mu, që është hera e parë që po hy këtu. Ja nis oksigjeni mu paksu apo çfarë? Ja, ka boll, mos ke merak. Jashar, ku jemi tash? Këtu jemi mes horizontit 11 dhe 10. Kjo është trupi qendror, ne them, i Trepçës, minën e Stambergut, që ka dalën sipërfaqe. Këtu është shfrytzuar nga shkrijet edhe në mënyrë më tegër, se këta është më shfrytzuar më mush. Pa ata se kanë mushë, kanë eksploatuar, kanë marrë xhenë dhe kanë vazhduar se kanë mushë. Kjo do të mushet me hidrombushje. E çka saktësisht ka pas këto që i kanë, çfarë xeje ka pas? Këtu është kryesisht xeja plumzingut. Plumzingut. Edhe po shihet që shumë nxehtë janë nisi më, po domethënë pse kjo? Po këtu është shkaktojnë edhe tash kemi ujë të nxehtë më poshtë. Edhe temperaturat janë më të larta normal nga janë se jena më larg edhe prej pusit, kryesor aty ka ventilimi, këtu është temperaturat më të larta. Po këtu çfarë është se po shihet edhe po duken shumë bukur kështu. Këto janë shkëmbej që janë krijuesi stalaktitet e stalagmitet që janë shkruar gjatë procesit gjeologjik. Jashar, këtu janë mineralet e Trepçës. Disa nga mineralet e Trepçës. Po, kjo është janë saktësisht? Ta janë galenec, faleret, peretin, kryesisht këtu i kanë. Që bërën përbanjit këtë nxehje këtu. Okej. Apo na fol pak më shumë për çet proces. Unë jam që 14 vjetë, e që më him punë jam që të punoj, të skipa. Kërë që e qesën zëjën për jashtë, shkën 690. Tash përsa shtoj me mush skipen, që kërë skipi verë, a i skipi koq. A i skipi koq dulë për jashtë, tash është skipi verë, tash me mushim skipin e koq. Të ka dhe ka gja shumë edhe plohen.
kështë një japë në sinjallë, që mi lajmu atina për jashtë që mundet një glohë. Edhe kjo është pletë. Do më thonë kështu bëhet bortja? Po, bëhet e dzejës. Qështë e bojna po, ka rase që na vinë bloka që të mëj, Po? do të me hikë të përfuni me qelë që tërë, që shke me hikë kështu krejt komplet, mu të shumë që aty pusht, edhe me lëshu za bloka të mëj që janë. E sa e rrezikshme është kjo? Po, është e rrezikshme se, po e na mësu. Po i një mësu po prapë? Po, ka edhe shumë e raste na bjenë me hype edhe miske. Qaj skipe që ke pusht, i thujnë atina me telefon, i tham, e kam za blok, do të me hype atë miskep edhe me liru më që me rotë zeja, për i tyshit me ronë Po. më mush skipe. A ka pos në incident që ka ndodhë gjatë kësaj pune, do më thotë 14 viteve? Jo, s'ka ndodhë, vetëm që atëherë para 4 vjetë a 5 që ke me atësit, që në konë ata të punu që të, Po. edhe në konë ka dalën, kur i ka roj acidi që i ka roj që u derët të, se peri që atëherë s'ka posë kur farë aksidentin që. Në nbalë është pak rëzik, po na e në mësu, edhe do të mi këshyrë që të skipin, do të mi këshyrë gjithë, mos po vjen skipi qelë. Me bo me konë qelë, në s'këzej më mush. Ta shpi mushëm. Dhe kjo është një prej makinerive të minjerës së Trepqës, të cilën e përdorim për transportin e dzehës. Torjo quhet. Ja lirej 2 herë, si t'ja lirej në 2 herë, aja dërë që mundet migro, është i lirë migro. A me pas në defekt, veç ja prejku si njëllën dhe fulli me ndërtëm. I thëm e kem za blok, aja s'këtë migro. Po shumë e rosë në bjenë kur ka blokat mëj me hyp miskep, që ke që kë skipi që ke, Po. shumë e herë në bjenë me hyp edhe mito. Qa e pak e rrezikshme shtu po duket Po rrezikshme, po jenë mësu, po shazote. Jenë mësu që 14 vjetë. E që janë ka fillimet e tua? A ke pos vështirë mu ambientua? Ke pos dëshirë me mësu? Qatë herë fillim po, a mo që tash... Ku ka bë njejtë? Po ti, bë ma që ka me punu, që të se me dollë për jashtë me punu. Në zdis, për jashtë, për vejtë më pëmë që tash, apo del jashtë me punu, s'mëj. Se ty bë më ma unë djenë, s'mëj për jashtë me punu. Se i mësu. O është pak plën, e i plën ka, se tash me shkim dritën, ka plën shumë. A i kishe lot Trepqën për Zvicët? Vallohe, po të ka të zeshë tash, jo se vallohe, se s'mune veç zohet e narujt ma orë, me mshelë, krejt, se s'kësha mujtë minon. Tu je lidhë qatë shumë e këtë punë? Jo, po, vallohen edhe veç aj që të ranë, se ja këna po hojrën shumë. Shumë ja këna po hojrën. Mos me konë këtë i bendi që këshumë po. Në qëfar aspekti? Po fletë për vetën, apo edhe si shtetë që ja kem po? Jo, si shtetë po, por si për vetë, personalisht, ja këmë po hojrën shumë. Në qëfar aspekti? Po që ashtu, që mos me konë me punu në Trepqë, që nësë shadi që shmi mojtë vetë i gjashtë në shme. Ja këmë po hojrën shumë. Do me thonë pagueni mirë? Mirë, rruga tash është e mirë. Sërë bashkë e mirë, veç këndëri punës që e bojna, nuk është rruga e mirë. E kushtet që janë e trona, po pritni ma shumë edhe qa pritni kërës? Po tash po presim nashta me posë edhe kushte halo pak më të mira. Qenë vërë të sanet vjetra, e këtu të skipa që to i në konë, peri para lufte i në konë, që to i në konë qështë. Mos ka pas kur farë investimi, s'ka qa bëjnë investim, skipat janë rregull. Po në rastet kur mujnë më prish ose diçka? Po me bo më prish atë sa vini e rregullojnë shumë shvejt. Okej, i keni punë të organizume? Po jenë të organizume, jenë ata bravar që merren me këtë punë, a mo i rregullojnë shvejt, e që kjo zohet e narujë që ke mos më posë. S'kem ka e morën bas as i dolën e thmive më shumë, s'ki ka e merë. A mirë, njerë për njerë, mirë jem pak, plënë e pak vesh, a petë. Po kështu a ke pas probleme shëndetësore për shkak nështë Jo, probleme shëndetësore si kena se nga stash me dollë për jashtë me punu 3-4 mujë për jashtë neve nga kopë në e farës mujë. Po tash më shnit janë mësu me këtë ambientin pushtë.
E ka shumë njerë se si u dalë 3-4 muaj, si u dalë preshe, ka smuja keqe. Hala pa dalë për në gjenë. Për shkak që u mësu me këtë Po, u mësu me këtë ambient, tani si del të par jashtë, me herë të kapë në i farë smuje, a unë e ty bë për vejtë smuj dalë. Ma unë djanë se smuj punaj par jashtë. Shumë ma mirë më do këtë se me punu për jashtë. pa telefona, pa zhurma, shumë, përveç që ty në pak që u dëken edhe pak të frekshme, po ju jeni mësu. Jo, ty jena mësu. Ka erë me gjithësëras ma orën punë vesh, migro punës me punu. E bën me shumë qef edhe me shumë dëshirë. Pasha zote, me gjithë dëshirë dhe falë zotet edhe punëtorë spritojnë me punu. E posh me intervista që i zhvillova dhe me kontaktet me minatorët e tjerë, krejt e keshin që dashni për punën dhe dëshirë me punu këto. E ke pas se të mësu është me punu gjithë njëtin punë, tani me të ngreja i vullnejet i marrë vetë me punu. Kër vi kena pas probleme të lashe për para me rogë, shtash falë zotet nuk e kemë. Te i ke përjetu edhe grevat që janë bërë, me thonë, sa të vështira janë konë ato edhe... Pasha zotin konë të shtira bërë, që shala më rëzët, nështë nuk vërsëritën mosë të shtira bërë. Edhe me punu 3 muj det e na kumë pa rroga pasanë zotet. A petë që tash po kena vëndet, se kur të dina që bi morëm rrogat, me të 4-5 në mas shumëte, edhe po t'jepë edhe vëndet me punu. A përbora 3 muj det pa rroga, që me bo, gjithë kush ka antarë të familjes. E vërtet. Në pëjmë në pejqësojnë, a i mojnë antarë të familje, vetë të gjashtë të pejqësojnë. Dhe më thonë 6 antarë të familjes si mbanë vetë. Po. Me qëtë punë. Me qëtë punë. Edhe ja delë. Po qësh janë. Jo falë zotet mirë, veç shala nuk kemë probleme se kena pas për para. Shtash ju, që një 4 muja 5, nuk ka probleme kështu me paga kena me të 4-5 në mas shumë të veç i qesin rrugët. Shpesoj që s'kini me pas si probleme. Për para pasha zote kena pas shumë kena pas probleme. Zia dalë shatë dyqysh. Ku kemi arë tash? Tash jenë arë në horizontin e 11, to i thujnë ata është natu të ujtë e nëzejt. Po. Të mënu që burën, është burim, ujtë e nëzejt të thujnë qysh i parë puna me që është nëzejt, në puna me ka konë qysh, atë do më thonë, nga më me dhina që është ujtë e nëzejt edhe që është e ka thonë. Në më nëshme trejtave, edhe më nëshme bo dalimin pe që sajna me qëtë. Dhe më sa është ma i nëzejt kjo, sa është ma i ftëft kjo. Tretja dhe atë, më nëshme me po dalimin edhe vetë. Në qa pra? E vrejmë vetë, sa është dalimin. Nuk është në farë distancë shumë e madhe që në në falë diçka që më distanca shumë e shkurt, më dallimi shumë e madhe. E vërtet. Po shtë mund me vazhdu. Tash kemi me vazhdu horizontin e 11. Dhe mund koridorin kryesor, Po. që bërë mund është është që prodhimi, dhe mund e bërë martja nëzejnë, s'pe punishma, ku që një shkina kjo 158. Jena punëtorë shumë pak. Nikon 150 punëtorë jenë minjerë, që i mojnë dikon 800 dhe 900.000 punëtorë i mojnë për jashtë. A 150 punëtorë jenë mrana. Dikon 2800 skipa që këj ka 5, 2800 skipa dalën mrana mujtë. E falë angazhimi që po punojmë dikon 150 punëtorë. Zbësej 150 që jenë mrana minjerë. E bëni një super punë dhe ju uroj suksese dhe po shpresoj veç kanë me u rregullu edhe këtë. Faleminderit edhe shumë për juve. Edhe juve ju uroj suksese, faleminderit shumë. Këtu jemi me një prej punëtorëve më të vjetër të minjerës së Trepçës, Sadik Aliun, i cili ka me na fol pak më shumë për punën e tij ndër vite. Edhe ka me na u prezentu pak më shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë ju. Si je, çush po kalon? Mirë po kalojmë. Çush po është një ditë e jotja? Dita jam është një ditë pune, me angazhime, me sfida, po shumë lehtë e kaloj. Se kum kalu sfidë më sfide. Pej grevave ran. Pej si i rinë të 83-ën, kër më punësun sa retër, mbi këqërës e ran, dhejre që 7 vite, pe minjeri e ndollë se kom post të marrë në beshektuit, edhe tash punoj si kujdestari minjerës. Ti punon që shumë vite këtu, edhe ke punu edhe si minator. Po. Tash t'je me një rol tjetër. Po. Si kujdestari minjerës. Po ato vitet që ke punu si minator, sa të vështira kanë qenë për ty? Po, qëre me vullnet shkanë gjithë shka. Para lufte jenë kom mas shtira pak, edhe mas lufte veç
vullneti janë minë gjitha, unë e kom që jetën ma shumë minjerë se në shpe. Ma shumë e kom që minjerë, edhe shumë me vullnet kom punu, edhe sot punoj me vullnet. Shumë me vullnet vim punë, se e kom mojtë familjen për isoj minjerë, unë e kam qesh që të minjerë me po sa ma nalë që shtojnë, sa ma mirë. Edhe mundona me japë maksimumin e fundit, kur vi. Sa fëmijë kite? Unë e kam 4 djemë e 2 vojzë. Dhe më thë krejt antarë të familjes ke mbojt me të... Krejt i kom shkollu, i kom mojtë, me shpi, me krejt për qësoj minjerë. Ti na the edhe ma herët që kushtet normalisht nuk janë të mira për shkak se jenë në tokë. Qashtë, po. Edhe tu kanë shkaktu probleme shëndetësore për shkak të punës që e ke bo si minator. Po, qashtë. Kushtet më kanë shkaktu edhe kom post për marrë më beshektuit edhe sot jam në terapi të murit. Po, minjera nuk prodhon, minjera po dëmohon prodhon invalida gjithmonë. Se ajrë është i ndotën, masinat janë stërvjetrume, po vullnet janë mbi gjitha. Qëta minator janë të mojtë minjerën që shpo mundën. Se kem prishe, bova kia mrena ndrime 2-3 herë, duhet me orë, me ndresë, argjojnë ulle, argjojnë ato, po vullnet janë mbi gjitha. Edhe jem të mojtë që tash që në vjetë për që orë që drejtori i rritë shoqëri Sadiko, e një minjerën shumë mirë, edhe është punëtor shumë i mirë, edhe është të mojtë shumë mirë. Plan më të mirë s'kena posë që 4 mujtë e fundit që tash. Tash janë stabilizu, do më thonë. Po, jena stabilizu me prodhim po. Kem burset moje, na dim që na ka shti Serbia burset tana, po me prodhim vetën e nëzirëm gjithë, edhe të i kalujmë. Po që kem tjerë fabrika, kishnica tu, me i mojtë, ajo është biznis ka tjetër. Amo, për ja dalim qësh po mundë. Po grevat, Bac, qësh janë konë, qësh e ke përjetu, cila u konë ma e ronda? Grevat, në histori, matrona, asë që jem kom, asë nuk kanë me kom. Unë e 7 ditë kom flajtë që atjen minjerën, në tukë. Ka 2 orë, 3 orë gjumi këna bo, edhe që atje jena kom tonë për një për tonë. Ka posë punëtor, matë mashëm, matë zelshëm, po i kena kalu edhe ato sfida. Se në atë kohë konë shumë zërë me ja këthy shkollë tytën qështën ose fjallën. Po na jena konë vedeshëm që jenë mënu, jena shku për Prishtinë kom, pej trepë me teshat zhëta që ashtë jena shku për Prishtinë kom, jena këthy, jena nalë poshë në greva e zdo mundësi për që të Kosovë. Po, unë jam pak i shgënim edhe jo pak, po shumë. Se shumica dominatorët mëqëm janë metë jashtë punë dhe më honë. Edhe janë... Me probleme shëndetësore për shkak punë. Edhe zdo menaxher shqiptar ka thonë, ose kriministër, ka onë që këtë vetë ka me konë për trepqe. Po kur për trepqe kush nuk ka vu diçka të madhe që ma hu me financu, e me nëzirë që ta minator për i krize. Une krejt minatorve ja kom bojnë një pytje, qa do me thonë trepqa për ty? Trepqa për mu dhe më në gjithë pasoni e Kosovës. Pasoni e Kosovës. Më kujtojë shumë në rast në minatori më që më tash është në penzion, që ka hom po flajna mi ore e s'ka mjarëgan më mlu. Që kjo thonë është shumë e vërtet. Po flajna mi ore, a s'ka mjarëgan më mlu. Që është. Edhe këmë thonë edhe 100 herë që buka e minirës është me 7 kure i mutër. 7 kure. Je kom poshtë, i ke posë çfarë kushtesh janë. Po. Çfarë kushtesh po nujnë minator. E na kena posë menaxhera që të, që e ke u mundu me menaxhu minirën, as ka ditë ku minira. Nuk u hi kur me po. Për pora po të mëndë, jo për qita që tash. Që tash e kem drejtorin, e den minjerën gishta, ma mirë saj, asë një nuk e den heq, është generat e jamja, edhe është shumë punëtor, shumë e drejt, po di që më thumë tjetër. Qatë dush tjetër vetëm, për minjerën unë jam gjandi me të folë rrafsh 3 dit. 3 dit. Se kom po sfidat moja, kena punu, s'kena po të loshe, minator tjetë lidhën shumë nër me veti, kur s'ko të loshe, njëni me tjetërën, bojnë hajgore, shegore, na ma kur vjetë e puna është punë. E po që e keni një raport shumë të mirë me njëni tjetëri, kështu kolegët me zveti. Pse ka shumë dashnia nështë ta që ndoni, se zakonisht... Por ata që po të regoj.
Dashnia në minjerë është njënë me tjetërin. Se lëndimet që ndodhen, qaj kolegu i ti ka me marrë dhe me pështu me qitë jashtë minjerën. Vllau, familja, dhe i të njën, a i shko poshtë njëri. Për që ata dashnia morë. A të ka rreziku jeta nëjherë gjatë viteve tua të punës? Po, kom posë rreziqe, bëva kia si kërënë me ty që shtu jena kom, edhe një më konë të drejtu administratorin, të siguru punishten edhe më ka orë bloku, dikën gjëstoni bloku, më ka orë për tesha më ka fërku, nërme me edhe kolegës, edhe atë e lëshumë kom, a i ndjerit të shodek, më ka shku bloku nërme komve, na i ka fërku teshat atë e lëshumë komve. Thash mos o tëtë, se kërse shkru zote, kur nuk ndodhë kërgjë. Edhe një rast e kam post, nërë kur ka post dridhjet tokës. Me njerë në horizontin e nëmë të lëshu shkollëve të poshtë, më lujqin shkollë, minatorët më tëshin do të ri, thash mos o tëtë nëse s'ko kërgjë. Jo po nga bon shkollë të, ne desha që është, po për mësë me i friguë, thash s'ko kërgjë. Se atje poshtë dridhjet tokës njëtë ma shumë. Edhe krejt të sfida i kena kalu edhe sot? Krejt i kena kalu, edhe që të punu, me kom njëmi dhe në maj shkojnë penzion, që me po. A ki diçka të fundit për me thonë qoftë për qeveritarë, qoftë për qytetarët e Kosovës që e shohin këtë intervistë? Për qytetarët, kam me thonë një falenderaj, të qeverin ju bëj apel, me morë mosa, me financu në trepqe, se me financu jashtë edhe qeveria dhe krejtë Kosova. Do me financu me napru mjetet punë, se sem për tjetër për punë nuk kem nevoj. Me qëta punëtur shumë pak që jënë, për mojnë prodhimin. Veç financim duhet me financu në trepqe, me napru mjetet, se jem me mjetet tër vjetru me të punu. Edhe për shnet punëturve është kesh, edhe për tana. Faleminderit shumë. Me ndërë që është. Faleminderit edhe për juve që i ne donë me gjithë ku. Faleminderit. Miq dashur, na e vizitu minjerën e Trepqës, bashkë me Jasharin edhe Feritin që na kanë shoqëruar edhe na kanë dirigju krejt rrugën. Jashar, a ki diçka për me thonë fond? Po na ju falenderojmë juve që na propozit, keni gjetë kohë, na vizitu, na po që shbotë edhe eksploatimi i xejës në minjerën e Trepqës të tërë, e falenderit shumë. Ferit, a ki diçka për Për fond? edhe në i bashkan gjitë nga falenderimit të Jasharit, që i falenderej shumë, që këni pas ku, edhe këni o nga këni vizitu, e këni pa qysh është minjera, qysh është puna në minjerë, me qëfar kusht është punuar, me qëfar gjendje është minjera, qysh është këtë, dhe mon, i falenderojmë shumë. I falenderojmë me shumë një veçantë, kështu që Faleminderit. që këni gjithë ku, edhe nga këni vizitu. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve që na keni ndjek edhe shihemi prapë. Çdo ditë zbresin qindra burra të veshura me helmete, lampa drite. Këta janë minatorët e Trepqës, njerëzit që për shumë dekada kanë mbajtur gjallë një prej pasurive më të mëdha natyrore të vendit. Lodhur për shumë krenar, ata punojnë në kushte shumë të vështira, duke rrezikuar shëndetin dhe jetën e tyre. Për të nxjerrë xehe që ka ushqyer ekonomi, histori e kujtesë kolektive. Historia atyre pa tjetër që nuk është vetëm për djersën dhe gurin e rënd, por edhe për qëndresen, solidaritetin dhe dashurin për punën që shumë pak e guxojnë. Në tokën e Kosovës, në përthellësi të errta, aty ku zëri humbet në për galeritë e gjata, shumë herë i mungojnë pajisjet moderne të sigurisë. Minjera e Trepqës është një nga minjerat më të mëdha në Ballkan, edhe ka një histori mbi 100 vjet.